Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Sot ju përshëndesim nga zyra e nënkryetarit të Kuvendit të Majit të Zi, zotit Nikol Camaj, i cili këtë detyrë ushtron që nga vera e vitit 2024. Me të do të flasim për rolin dhe përgjegjësitë e tij në Kuvend, për angazhimin e tij institucional, si dhe për tema të tjera më rëndësi për komunitetin shqiptar dhe zhvillimet aktuale. Zoti Nikol, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën e televizionit Bojën dhe na keni mirëpritur sot këtu. Faleminderit edhe ju që keni ardhur këtu, se zakonisht bisedat me TV Bojën me kënaqësi kemi bajt në studio apo diku andejna, por vizita sot juaja këtu vërtet më nderon. Gjatë mandatit tuaj si nënkryetari i Kuvendit, ju ka rënë rasti edhe të udhëheqni seanca parlamentare. Si e përjetoni këtë përgjegjësi dhe çfarë peshe ka për ju personalisht ky rol? Të thëmë drejtën, siç e dinë qytetarët tonë, unë isha kryetari i parë i parlamentit të Tuzit dhe një fije praktike ushtrova që atje. Pastaj profesioni im si profesor me nxënës shkollës mesme të Tuzit masa 20 vite, edhe e ka krijuar që të dalsh e të drejtosh një seancë, të jetë një diçka që është vazhdimi i profesionit, një diçka që nuk merret nga ngarkesë. E kur flasim për mundësitë dhe rastet që i krijon, domethënë hapësirën që i krijon vetë të qenurit deputet dhe pastaj edhe kryetari i Kuvendit, është një rast i volitshëm me çu përpara të gjithë ato që ishin kërkesa, pretendime, angazhime që tani i kam kaluar 35 vite që merrem me to. Kështu që vetë drejtimi i seancës është atillë që shpesh hap mundësi që të diskutohet, të debatohet, ndonjëherë ndoshta edhe të delet nga që e përcakton rregulloria e Kuvendit, sepse është e pamundur të mos reagohet në qëndrimet që nga njëherë i kanë deputetet e tjerë. Natyrisht se personi që udhëheq seancën e drejta e tij me rregulluar se përpara pra që të jap fjalën, të marr fjalën, të ndërpres kohën nëse shkelet. Ne nuk kemi raste të tilla që të ndërpritet koha, rastet tepër ekstreme me qenë, por natyrisht se ndodh që të ndërhyhet përmes ndonjë komentit, të rriqet vëmendja, të rriqet vërejtja. Kurse unë personalisht të drejtën më ka ndodhur që hajde them të bëj një kapërcim që është mirë ta shfrytëzojmë si deputet kur marrim fjalën, por edhe në raste kur jepet e që një farë mënyrë ndoshta nuk është krejt e drejtë e rregullores apo e ligjit, e që të reagohet kur në bisedat që kanë deputetët njëra palë me tjetrën shkelet diçka që ka të bëjë me të drejtat tona. Kështu kam reaguar kur është përmendur për sjelljen e ish-pushtetit ndaj shqiptarëve duke i përkujtuar fluturimin e Shqiponjës. Kështu është reaguar kur është përmendur kisha në Rumi. Njëjtë mënyrë është reaguar kur flitet për përdorimin e simboleve kombëtare, që ja ku e keni në kabinetin e nënkryetarit të parlamentit për herën e parë, dhe besoj është kabineti vetëm në Podgoricë që e ka flamurin kombëtar, sepse mendoj se gjitha këto janë baza kushtetuese që në një farë mënyrë të japin mundësi të shfrytëzosh diçka më tepër se çka mund ta quajmë rregullore të Kuvendit. Në këtë drejtim duhet të them se punë deri me tani vetë detyrat që kam pasur ka dëshmuar se shqiptarët nuk kanë nevojë të jenë dekor në kurrë strukturë, në kurrë një pozitë që kanë. Pra, ne do të jemi ata që do të angazhohemi, të luftojmë, të bëjmë maksimumin për të arritur të drejtat tona, sepse të drejtat tona ne jemi popull autokton këtu dhe për fatin tonë të mirë. Kjo shumicë parlamentare bajagi mirë ka kuptuar, ndoshta për faktin se ka pasur kush t'ua bën me ditë, ja vën me ditë, dhe besoj se tash gjatë bisedës do të flasim për raste konkrete, sikur se kanë qenë bisedat kur është bërë buxheti e gjëra të tjera. Atëherë kjo do ishte edhe pyetje se sa siduese është të ruhet balanca mes përfaqësimit të komunitetit shqiptar dhe detyrës suaj si përfaqësuesi të gjithë qytetarëve në nivel shtetëror. Siç e theka përpara, mendoj se kam arritur të bind përfaqësuesit politik edhe të shumicës natyrisht, por dhe një pjesë mirë të opozitës se ne nuk mund të jemi element dekorues, as element që dikush na mbaj si pjesë të shumicës për të arsyetuar para botës. Ne kemi
goxhat të drejta që mund të mbështeten edhe në kushtetutën dhe ligjit ekzistuese, po të cilat nuk janë realizuar deri në fund, pothuajse asnjëherë. Por ka çështje të cilat duhen të zgjedhen në mënyrë ligjore. Edhe siç kemi pasur rast për shembull të dëgjojmë për çështjen e përdorimit të gjuhës. Ne kemi votuar me mend dhe me zemër, që thotë, dhe unë jam kënë një prej atyre që ka dhënë një mendim pozitiv për ligjin për shkollat, për shembull shkar nga Ministria e Arsimit. Dhe t'ju them të drejtën, duke mos qenë jurist dhe shpesh herë në këtë drejtim ne do të nevojë atyre që kanë profesion, ndoshta nuk vehen re disa elementet e cilat dalin në opinion pastaj. Unë sot pata për shembull një amandament të cilin e kanë përgatitur nga shoqata e komunave lidhur me komunat, mirë po mënyra e hartimit të tij nuk ka qenë juridikisht në rregull dhe duhet të shtyhej. Pra kështu jam për ata që çështjet që duhet ndaj të cilave duhet të kemi kujdes nga aspekti juridik të shohin ekspertët. Dhe pas që ka kaluar ligji, unë kam marrë disa vërejtje dhe të cilat jam në bisedë të përditshme edhe me Ministrin e Arsimit, por edhe me kolegët këtu që duhet të ndrohen, sidomos kur është në pyetje përdorimi i gjuhës shqipe. Ne jemi popull autokton. Në Maltëzi fliten disa gjuhë dhe kurrë nuk e kalon 50%, përveç kjo është gjuha kryesore e të tjera janë gjuhat të pakicave. Pra, ne jemi këtu autokton. Dhe problemi që kanë të rinjt tonë që diplomojnë diku në Shqipëri apo në Kosovë apo kudo tjetër, është i tillë që dikush që do të diplomonte për shembull në qershor, pothuajse ka të pamundur të vijë për të filluar praktikën në janar kur është të paraparë koha, aq kohë merr përkthimi i dokumentave të marra në Shqipëri apo në Kosovë apo diku tjetër, Maqedoni për shembull, do të studion në gjuhë shqipe. Dhe përposh kësaj duhet të paguhet përkthimi. Dhe unë i pyes vetëm një gjë tjetër. Një njerëz që ka bërë ndonjë fajin në raport me shtetin, dhe për çka duhet të dënohet. Cili do dokument që i vjen në kurrizë për ta dënuar është ndoshta në gjuhën shqipe, nuk paguhet përkthyesi. Për një doktor, për një mjek, për një doktor shkencave, për një profesor, që na duhet, që i duhet shtetit Maltëzi, veç në shqiptarëve, duhet procedura 6 mujore për ta përkthyer, për ta adaptuar dhe i kushton rreth 2-3.000 euro për puna e përkthimit. Këto janë çështje të cilat do të merremi dhe besoj që në biseda që kemi pasur deri më tani, jo vetëm se kemi treguar, por sidomos duke i paraqitur shumë lart këtë çështje në biseda dhe me ndërkombëtarët, besoj se këto çështje do të ndryshohen. Unë pothuaj se për ditë kam takim me përfaqësues nga jashtë, që sot kisha ambasadorin e Francës, dhe kisha për ambasadorin e Anglisë, javën tjetër kam të Francës, para një jave të kisha të Bashkimit Evropian në kështu me radhë. Çdo herë këtë çështje ja paraqes që të dinë ata se është një pritje nga Mali i Zi nëse do të integrohet. Pra, tashti, ka çështje të cilat mund t'i kryejmë edhe para integrimeve. Janë disa çështje të cilat do të presin se kushtetuta do të ndrohet natyrisht vetëm pas që të integrohemi, sa atëherë do të jetë e nevojshme dhe obligueshme që të adaptohemi, të ndrojmë kushtetutën dhe atë mund në mënyrë kushtetuese ti zgjellim dhe ti parashtrojmë disa çështje. Ajo që është e mira se pjesa më e madhe e shumicës i kupton këto si obligime me qenë se në Maltëzi nuk ka shumicë. Në Maltëzi, Mali i Zi mund të jetë një shtet sikur është Zvicra, që jemi barabar, pa marrë parasysh jemi 5% a 45%. Kryesora është se askush nuk është mbi 50% dhe këtë mendoj se do ta shfrytëzojmë. Po që nga marrja e detyrës si nënkryetari i kuvendit, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha me të cilat jeni përballur? T'ju them të drejtën, sfidat kryesore kanë qenë këta kontaktet në nivel të shumicës për t'i bindur se nuk jemi këtu dekor. Dhe në një farë mënyrë janë mirë pritur. Unë do më thënë vetë puna e përditshme, pra drejtimi i kuvendit apo bisedë në kuvend, siç e theka përpara, janë diçka që janë pothuajse pjesë e jetës ime rutinale, por sfidat kryesore dhe mundësitë kryesore që janë takimet që i bëjmë me përfaqësues nga jashtë. Unë jam antar i Këshillit të Evropës, i shumë komisioneve evropiane, ku të gjitha i shfrytëzoj për t'i prezentuar të drejtat tona. Natyrisht se kur dal jashtë, unë dal për të prezentuar interesat e shtetit dhe unë mendoj se një shtet i Maltëzi më i rregulluar do të jetë më i mirë edhe për shqiptarët. Por brenda shtetit dhe në takime diplomatike që kam gjithë një potencion të cilat janë kërkesat e shqiptarëve,
pa të cilat Mali Zi nuk mund të ecë përpara. Dhe t'ju them të drejtën, në gjitha këto takime mirëpritin ato. Janë dy çështje siç theka përpara, të cilat kanë një përkrahje të fortë gjatë atyre takimeve, njëra ka të bëjë pra me gjuhën dhe shkollimin, kurse e dyta ka të bëjë me përfaqësimin politik. Që të dyja kanë përkrahje të gjitha takimet që bëjmë. Natyrisht se në rend vjen edhe buxheti për të ndihmuar zhvillimin e krahinave ku janë shqiptarë të banuar të lana pasdore me dekada të tëra, shfrytëzimit të cilave është bërë më të madh sikur s'është dihet siç ka qenë me plantacionet, por edhe me kriporën e ulqinit e kështu me radhë. Në këtë dim besoj se është një sfidë jona si shumicë, jo sekretari parlamentit, por si shumicë që të bëjmë më tepër, kurse nga pozicioni që kam është të bëjmë më tepër për shkak se mundësia ndikimit nga njëherë edhe personal në bashkëpunëtorët tonë këtu është e tillë se u dëshmohet se me këto i ndihmohet asaj që është interesi përbashkë. Po cilat janë prioritetet kryesore gjatë mandatit tuaj, janë këto që përmendët apo? Kryesisht këto janë prioritete, pra takimi dhe shfrytëzimi i kohës në takime me përfaqësuesit e jashtëm dhe ndoshta ajo që edhe u përmend, por që do ta potencoja përsëri edhe më tepër është se këto kërkesa në shumicën e rasteve u prezantohen dhe edhe nga takimet e tyre me ndërkombëtarët që u kanë, sepse janë të informuar ndërkombëtarët dhe ja u përcjellin e ku janë shqiptarët në këtë çështje, me që të shqiptarët janë popull autokton. Pakica autoktone dallon nga pakica e ardhacakëve. Në për Evropë kemi pakicat ardhacake dhe i kanë realizuar të drejtat pas të qëndrimit pak më të gjatë. Këto ne kemi problem me shtetësinë e fëmijëve tonë, nipave tonë që lindin diku jashtë. Këto janë çështje që duhet të zgjedhen dhe unë mendoj se me disponimin politik që ka tani, dhe që ose nuk ndodh ndonjë ta quaj kështu marrri që të duan që Malin e Zi komplet ta kthejnë mbrapa, unë jam i bindur se këto zgjedhen. A mendoni se përfaqësimi i shqiptarëve sot në institucionet qendrore është më i fortë krahasuar me të kaluarën? Po sigurisht se po. Në rend të parë nga numri të angazhuarve, gjithë e dim se sa ka pasur, nga cilësia dhe kualiteti atyre që i kemi sot që na përfaqësojnë, që të them të drejtën për shumicën e tyre që kanë pas rasti përcjellje ose të shohin për takime të ndryshme, të kemi një debulesë, një respekt të madh për nivelin që kanë, për përgatitjen që kanë dhe me sa mundi unë shumica atyre që na përfaqësojnë sot, që janë të punësuar dhe për institucionet e Malit të Zi të ndryshëm, vërtet janë nder për shqiptarët dhe mendoj se bëjnë shumë për një të ardhme më të mirë për shqiptarët në përgjithësi. Po nëse do të vëçoni disa projekte apo iniciativa konkrete si arritje personale gjatë këtij mandati, cilat do ishin ato? Unë pa marrë parasysh se gjithnjë kam thënë për mua si njëri që është munduar që të profilojnë çështjet kombëtare, nuk kanë rëndësi mjetet, nuk ka rëndësi buxheti, megjithatë s'muni pa përmendur se një angazhim i veçantë ka qenë edhe për të siguruar mjete financiare pak më tepër për treva shqiptare. Kështu që në drejtimi bajagi mirë kemi arritur që të kemi më tepër se çka para pa për shembull buxheti i komunës së Tuzit, vetëm si vjet ja kemi çtuar për shembull 1.400.000 euro, ato janë parë edhe t'ju them të drejtën kështu, nëse i ndaj mjetet që janë lënë dispozicion komunës, kuvendit të Malit të Zi që t'i shpërndajnë për territor të ndryshëm, diku çdo deputet në bazë projektit që ka pas mund të lavdërohet se i ka çuar 300.000 euro. Kurse ne dy përfaqësues të Forumit Shqiptar kemi siguruar për Tuzën 1.400.000 euro. Ato janë mjete. Përpos mjeteve për ndërtim, për asfaltim të rrugëve, të lana pasdore, për mua ka qenë një çështje të rëndësishme, çështja e mjeteve që janë marrë nga plantacionet dhe të cilat kanë dashur zotërinë t'i marrin mrapa me gjyq, dhe kemi arritur që të bëjmë edhe ndrimin e ligjit që ata mos kenë mundësi për t'i marrë këto mjete. Dhe arsyeja kryesore ka qenë edhe nëse janë marrë, ndoshta në mënyrë të gabuar, sikur kanë tentuar ta paraqesin ata, janë marrë nga nevoja se plantacionet ka mbi 50 vite që shfrytëzojnë tokat tona, që kanë mbyll rrugët tona, që kanë sill përfitim për Podgoricën e për të tjerët, kurse Tuzi s'ka pas, dhe Malësia s'ka pas kur gjë prej tyre. Ky drejtim mendoj se në këtë pozicion është shfrytëzuar bajag i mirë, ka dhe pak kohë, nuk do të kursehemi që edhe në të ardhmen të shfrytëzohen që të ndihet se përfaqësuesit shqiptar pra janë këtu për të realizuar pritshmëritë e atyre që i kanë ndihmuar për të qenë këtu, që mendoj se do të jetë një aspirat kryesore e gjithë atyre që merren me politikë. Pra, mos të jemi rob të së kaluarës,
të mundohemi për të mirën e të së ardhmes e jo vetëm për të mirën personale. E mira personale është mjaft, se jeni në një pozicion se s'ke qenë, ke disa mundësi dhe kushte që si ke pas më parë dhe ajo do të paraqitet kënaqësi dhe si falënderim për ata që ne kanë mundësuar të krijojmë që të ketë sa më shumë jetë për të zhvilluar vendin për ka kemi ardhur dhe sa më shumë hapësirë për vendet e punës të reja për njerëzit tonë. Qartë. Atëherë, zoti Camaj, duke qenë se më herët keni qenë edhe profesor i gjuhës shqipe, sa ka ndikuar përvoja juaj në arsim në nismën për themelimin e Institutit Albanologjik në Maltezi? A mund të thuhet se kjo iniciativë buron edhe nga një lidhje profesionale dhe personale me gjuhën dhe kulturën shqipe? Po, mendoj se e ka lloj ndikimin e vet, por siç e kam më parë, për mua ndikimi kryesor është çka të bëj që shqiptarët të ndihen më mirë. Çka të bëj që të ruhet e kaluara. Unë të ceka përpara, ne nuk kulldojmë sklever të së kaluarës, por të përfitojmë nga ajo dhe ta ruajmë për ta përcjellë të breznitë që vijnë. Dhe unë mendoj se themelimi i Institutit Albanologjik në Maltezi është tetë i rëndësishëm për shqiptarët, jo shqiptarët në Maltezi, por shqiptarët në përgjithësi, sepse ka shumë materiale që edhe kanë botuar edhe kanë shkruar pa pasur mundësi që të jenë studios të mbrëmshëm. Dhe përmes themelimit të institutit mendoj se ajo çohet shumë përpara, jo vetëm se u jepet mundësia disa njerëzve që të punësohen, por jepet mundësia që të shfrytëzohen ata që janë ekspert të kësaj lëmie, qofshin ata nga jashtë, nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, qofshin nga diaspora, qofshin nga jugu i Italisë, ku shqiptarët tonë kanë bërë në këtë drejtim shumë dhe besoj se vetëm mund të ndihmojnë. Pra të gjitha këto kanë qenë motivuese dhe t'ju them të drejtën, rasti që të bisedohet për të është kur bëhet buxheti për vitin në cilin jemi dhe unë dhash se ide që të kemi parasysh se duhen pak mjete për këta dhe nuk e kisha hallin të ato mjete, se ato mjete me gjithatë si vjetës do të mund të futen në përdorim të derisa të bëhet themelimi, që do të bëhet themelimin kuvendi, të bën gjithato unë besoj se arrim para vitit të ri që kemi njerëz të punësuar, pra që të shfrytëzojnë buxhetin. Qëllimi im ishte që të testoj vullnetin e shumicës për të përkrah një ide të tillë. Do t'ju them të drejtën në shpjegimin që u bërë aty ku ishim shumica pra në takim, se nga kjo përfiton edhe Mali i Zi, se një Institut Albanologjik e ka edhe Beogradi, një Institut Albanologjik e ka edhe Moska, një Institut të fortë albanologjik si është ata që ka Italia, kanë sa dush shtetet, është gjuhët më të vjetra të botës, për Ballkanin e Evropës e dihet, të them të drejtën një zër ju përkrah nga të gjithë. Dhe kjo më lashenj se në këtë drejtim do të vazhdojmë. Kështu që në këtë pranverë na presin bajagi shumë aktivitete si klub partive shqiptare, jo vetëm diçka personale për të përgatitur, pra edhe aktet që duhet të jenë, akte për themelimin, ajo që mendoj se është e mirë është që themelues të jetë drejt pushteti kuvendi, jo do një ministri, se nëse dikush dikur ka pak nësi është shumë më vështirë ta shpërbejnë nëse është themelues kuvendi, se ka dikush tjetër. Dhe mendoj se në këtë drejtim do të jetë përpara. Lidhur me këtë përpos aktit themelues, do të kemi një statut të saj, do të kemi një dokument që parasheh mënyrën e angazhimit të njerëzve, gjitha këto të përgatiten diku gjatë këtyre muajve dhe unë mendoj se në këtë pranverë na presin spakut përpos propozim ligjeve të tjera, pa mandamenteve që mund të jenë, na presin që të bëjmë kërkesën për Institutin Albanologjik për të formuar, për të reaguar ndaj fluturimit të Shqiponjës, që ka vite që nuk është reaguar, pa marrë parasysh se kush si do ta marrë, mendoj se është shumë mirë që Parlamenti i Maltezit të formojë një komision për të shqyrtuar rrethanat me të cilat kanë ndodhur dhe pse njerëzit tonë janë dënuar dhe pse janë torturuar. Se nëse kanë pas bazë për dënim, do të dëshmojnë ata. Por bazë për torturë që kanë bërë, ata s'mund ta dëshmoj kush dhe për këtë ndiem një obligim. Po ashtu edhe ndaj krimeve tjera që janë bërë dhe kaluar ndaj shqiptarëve, duke filluar sidomos nga krimi i madh në Tivar, ku janë vrarë mbi 2000 shqiptar, përpas disa të llanave mbi 3000, por do të shohim edhe se ku delet. Pra gjitha janë këto që ka më parë i takojnë së kaluarës dhe të cilat nuk duhet që të na ndikojnë ne për të ecur përpara. Por mendoj se ngjarjet e vështira të kaluarën, krimet që janë bërë ndaj një populli që është një ndër, hajde të them me përqindje ndoshta populli me përqindje të lartë që ka dhënë kontribut në formimin e shtetit, kur është bërë referendumi. Natyrisht se pjesëmarrja jonë në referendum arsyetohej edhe për faktin se donin të krijonin kushte që të ndahet edhe Kosova.
këtë s'do të harrojmë kur, mirë po as malazezë s'do të harrojnë kur se pa votën tonë s'do të banin shtetin. Kështu që në këtë drejtim mendoj se duke u kthyer të kaluarës ne vetëm mund të fitojmë një arsyetim për veten dhe të mos i mbuloj harresa, krimet dhe njerëzit të cilët e kanë paguar tepër shenjtë faktin se janë shqiptarë. Atëherë sa i përket fazës në të cilët të ndodhet sot kjo iniciativë, do të pritet të miratohet në kuvend, apo jo? Unë jam i bindur se do të miratohet kuvend dhe të gjitha këto tre çështje që i përmenda do të ketë edhe tjera natyrisht, por këto janë për mua si kryesore së bashkut me ligjin për shkollat që përmenda pak më parë, duhet të kryen gjatë këtij mandati që shkon natyrisht deri në qershor, eventualisht të vazhdojnë në vjeshtën e këtij vitit, por të kryhen gjatë këtij vitit. Dhe natyrisht vitin e ardhshëm të kemi veprime të drejtë për drejtë, aktivitete të drejtë për drejtë që do ta shfrytëzojnë ata çka krijohet në këto vendime. Po çfarë do të ndryshonte realisht për shqiptarët e Maltezi nëse ky institut do të themelohej dhe a do të kishte karakter vetëm kulturor apo edhe shkencor me studime për gjuhën, historinë dhe identitetin kombëtar? Jo, unë mendoj se kjo lidhet me këtë pjesën e dytë të pyetjes pa hyrë me përsëritur, por domethënë del përtej asaj çka është vetëm gjuha. Dhe për ata dhe ceka dikun se mundësia do të jetë për të angazhuar ekspert, se ne dimë se në Maltezi nuk kemi ekspert të mjaftueshëm që të merreshin me gjitha këto çështje. Por mundësia ligjore do të parashihet që ai grup punues që do të jetë 3 vet, 5 vet, shohim sa duhen të jenë në fillim, domethënë siç e theka diku më parë, nuk jam jurist që të di tash se kush cilat mund do t'i kryejnë, por do t'i konsultojmë të gjithë ata që janë kompetent në këtë drejtim për të bërë akte të vyeshme dhe ata pastaj kanë mundësi të angazhimit të këtyre njerëzve që janë natyrisht një theks i veçantë do të merret me të kaluarën, në historinë tonë, në ata çka mendoj se është një dëshmi e fortë e lashtësisë dhe faktit të autoktonisë këtu. Dhe ajo mund të lidhet, hajde të themi deri ose të them kështu të shkojnë deri tek Ilirit. Po si parashihet të ruhet pavarësia e këtij institucioni nga politika, duke pasur parasysh se financimi do të vinte nga buxheti shtetëror? Unë, siç e theka më parë, bisedën e kam filluar te buxheti dhe aty ka filluar ai mendimi pozitiv, qëndrimi pozitiv i shumicës dhe ata e dinë se për një institucion të tillë duhet të dahen mjete. Por natyrisht se unë mendoj se interesi i një institucioni të tillë do të jetë i atill që të mund të thith edhe mjete nga donacionet e ndryshme, qofshin ndërkombëtare, qofshin të diasporës që është e gatshme për të ndihmuar çdo gjë që është në favor të çështës shqiptare, qofshin shteti am, qoftë Kosova, me qenë se këtu do të bëhen ngërmime, studime, ashtu paramendoj, të cilat janë në favor të shqiptarëve në përgjithësi, dëshmi të asaj se ku jetonin shqiptarët dhe në për çka kanë kaluar, sepse spakut që nga koha e Skënderbeut e kthej mund të dëshmohet shumë çka dhe në bazë të dokumentacioneve. E për të asaj kohe, natyrisht është një vakum edhe për çështën shqiptare, por do të bazohemi në ato rënoja që mund t'i gjejmë, që gjinden, që zbulohen, që ka diku edhe në tokë, natyrisht sa aty do të bëjnë punën e vetë arkeologët. Prandaj e shoh këtë institut, cili çka do të jetë shumë më gjerë se çka do të thonte institut i gjuhës. Po nga këndvështrimi juaj, sa e vështirë është që kjo ide të kalojnë nga dëshira dhe diskutimi publik në një realitet funksional dhe të qëndrueshëm? Të them të drejtën, pas të asaj që është estimi i disponimit nuk do të mungoj. Unë e di se si për shumë çështje tjera të kaluarën ka pas mungesë disponimit për të zgjedhur shumë çështje për shqiptarët. Dhe ne kemi pas njerëzit tonë edhe në qeveri edhe në parlament edhe në shumicë edhe më parë, por disi lidhe me ata se jam shfrytzuar më tepër si dekor. Unë kam qenë antar i qeverisë nga vitin 1998 deri në vitin 2002 dhe jam marrë me mediumet. Të gjitha mediat e asaj kohë që janë themeluar nga Jezyrë. Dhe vërtet është dashur një kontribut edhe juridik, po edhe financiar, se nuk ka qenë lehtë të themelohen. Në moment që kam parë se nuk ka vullnet që ato çështje edhe tutjet e shtyhen përpara, edhe tutjet e avancohen, unë vullnetarisht e kam lëshuar qeverinë. Dhe këtu kam bërë me dillë kësaj pjesët e shumicës që është tani duke ja përsëritur mua atë rast,
kur vërtet janë zgjedhur disa çështje se mediumet shqipe le t'i kthejmë mbrapa para vitit 1998 dhe të shihni çka keni 10 minuta program në radion e Malit të Zi dhe 20 minuta të shtuneve. Këto ka qenë krejta edhe diçka në Radio Ulqin. Ju e dini se çka kemi sot, sa zgjerime ka pësua radio televizioni Malit të Zi, mediat lokale, TV Bojinin në Tuz, që gjitha ishin punë të asaj kohe. Mirë po, në një moment vjen dhe mungesa e vullnetit për të ndihmuar dhe madje edhe i stagnojnë ka pak zhvillimin e tyre, sidomos kur ishte puna e kohës javore, një gazetë që ka dalët në atë kohën po të gojit shkuhet krejt, mundohen ta zvoglojnë kohën dhe natyrisht dhe financimin e medjeve private. Dhe vjen një moment kur u thotë, pra, atëherë ne të jemi pjesë e dekorit, natyrisht se do tjerë vazhduan të bëjnë punën e vetë, gjithkush është përgjegjës për çka ka bërë dhe natyrisht edhe meritor për çka ka arritur, por të njëjtën gjëra dinë edhe zotërin, tani se qofse këto projekte nuk shkojnë përpara, nuk mund të llogarisin se ne do t'i heshtim. Dhe kontakti ynë, ata që e ka diku me parë, me faktorin ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm. Dhe aty ai qëndrimi ynë shqiptar, pra që ne duhem që Mali Zi të shkojnë përpara, ne duhem që Mali Zi të jetë pjesë të Evropës, por duhem që Mali Zi të respektojë të drejtat e pakicave, është shumë i rëndësishëm për faktorin e jashtëm. Dhe kjo u prezantohet edhe prej tyre. Prandaj kam bindje se kjo shumicë parlamentare, edhe një pjesë e opozitës për të dëshmuar qëndrimet e veta pozitive ndaj diçka që se kanë zgjedhur ata, mendoj se shkon favor tonin. Unë do të cek për shembull rastin kur deputetja e DPS-it më thotë se turprohet për fluturimin e Shqiponjës. Më thotë se turprohet për kishën në majet e Rumis. Pra nëse ata e dinë se kanë bërë diçka gabim, ajo nuk duhet të them se ofshin gabimet. Por mendoj se në raport me ne dëshmojnë shumë, dëshmojnë të pranosh gabimin, unë se ndjej të nevojshme të dënoj pastaj. Kështu që prandaj ato relatat e tyre janë gjithni me ne në tentativë, në të drejtim për të dëshmuar se edhe ne kanë bërë diçka që ka qenë gabim, janë vetëdijshëm. Ata janë të vetëdijshëm për fluturimin e Shqiponjës. Në njëjtë mënyrë edhe për të nga deputeti i DPS-s kam pas reagim që më thonë na vjen keq për çka ka ndodhur, s'është dashur të ndodhë. Dhe këto për ne kanë rëndësi. Dhe këto në një farë mënyrë janë obligime edhe ndaj këtyre që kemi sot shumicë që mos bëjnë gabime se gabimet herët a vonë do t'i pranosh dhe çka kryesore, ai kushtojnë në zgjedhje. I kanë kushtuar edhe DPS-it. Gabimet e tij kanë kushtuar që është në opozitë. Dhe kjo shumicë mendoj se duhet të ketë kujdes që mos t'i bëjnë të njëjtat gabime. E di se për çka kanë bërë për këtë kohë. Pa marrë parasysh çfarë akuzash, keni pas gjithë fare, dhe më tha se jemi me ta, jemi me këta, mendoj se ka bërë ma shumë se që është bërë më parë për shqiptarët. Pra, akuzat që u bën shpesh, u janë bërë në kontakte që kanë pas, edhe me njerëzit tonë nga jashtë, mendoj se janë një shkollë për ta, për ata që janë akuzuar dikur se ishin anti-shqiptar, është një shkollë për ta se qofse duhen të mbijetojnë politikisht, të japin diçka që tu shkojnë favor tyne për të mirën e gjeneratave që vinë, duhet të ruhen nga gabimet ndaj pakicave në përgjithësi, e sidomos ndaj pakicave autoktone. Duke qenë se para disa ditë është u shënuar përvjetori i pavarësisë së Kosovës dhe ju ndodheshit atje për vizita zyrtare, do të doja të ndaleshim pak edhe tek kjo temë, se ku ndodheshit ju me 17 shkurt 2008 dhe si e përjetuar shpalljen e pavarësisë së Kosovës, duke qenë se keni një lidhje të veçantë me të dhe studimet gjithashtu e keni përfunduar atje. Spari e cek në fund isha shumë i lidhur me Kosovën se atje kem kryer studimet dhe mendoj se memorjet që i kemi për atë kohë rifreskohen sa herë që shkojmë atje. Dhe është një kënaqësi, në përgjithësi kosovarët na kanë dashur shumë. Edhe kur kem qenë studenta dhe kanë dëshmuar faktin edhe me respekt të tyre pasi që kanë shpallë pavarësinë. Të them të drejtën, në kohën e luftës unë isha ndihmës sekretar për media së kohë, dhe isha shumë aktiv me gazetarët e huaj. Më ka ndodhur që jam në Rozhajë ku ishin shqiptarët më të shumtë, ku mbledheshin një herë, duhet të çmuar se në atë kohë Mali Zi pranoi dhe i hapi dyert, natyrisht ishte në ndikimin e amerikanëve, por i hapi dyert, por t'ju them të drejtën, përvoja dhe kontaktet me ta ishin të dhimbshme, silleshin natyrisht në Tuzë, në Ulqin, një pjesë e mirë ty në kalonte në Shqipëri, por kujtimet e tyre për atë kohë janë aq të gjalla sa them drejtën, kur të na takojnë atje, e vetëm të shohin targat se janë prej këndej vinë në një farë
ta shprehin atë dashurinë. Nga një herë duan ta shprehin edhe si një farë borxhi që kanë ndaj nesh, megjithëse ne personalisht gjithmonë u them se jo, ne vetëm i munduar të kthejmë pak borxh në kohën më të shtirë tuajën. Dhe natyrisht se vetë ditën e shpalljes së pavarësisë, disa domethënë dhe shpalljes së lirisë në fund të fundit, them kështu, e kem përjetuar nga larg. Se ka qenë pa mundur të jemi prezent se dihet se si ka qenë Kosova me njëherë. Por në shpalljen e pavarësisë e këndej, relatat kanë qenë të shkëlqyeshme dhe bile në shkrim të një shoku që kishte bane publik sot, duke ja bërë një koment për krahas për takimin që e kishim pas me Thacin, që për fat të keq është tani ku është në Kaliforni, ku kishim shkuar në kandidimin e Al Gorit për kryetar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ishte kontakti i parë me të, dhe nga ajo kohë pra viti 2000 e këndej pothuajse në çdo festë shiheshim pardje më të keq që 4 prej tyre që janë meritor nuk i takon dot se janë diku tjetër. Unë them se kombi e mendoj dhe jashtë kombit duhet të kenë merita për njerëz që kanë bërë sakrifica për të kaluar krizat sikur është lufta nga okupatorët. Po edhe nëse diku diçka gabojnë në aspektin ligjor, mund të ndodhë, por meritat janë dhe sakrificat tyre janë aq të mëdha që është dashur të shihen ndryshe. Tashti mbetet vetëm të lusim Zotin dhe të bëjmë ndikim aq sa mundemi te faktori ndërkombëtar gjatë takimeve, se edhe këto takime që i kam me ambasadorët e huaj këtu nuk ndodh ndonjë që mos ta përmend rastin e Kosovës. Në për shkak ka kaluar Kosova, bile sot me ambasadorin e Francës po tentova faktin se nga Këshilli i Evropës ka mbetur para 2 viteve Kosova pa pranuar për shkak të angazhimit të delegacionit francez, edhe të tjerëve, por ata ishin më dominant, duke ju lutur që mos të përsëritet e njëjta që në kandidimin e Kosovës gjatë këtij viti që do të jetë përsëri. Këtë çështje diskutuam edhe pardje me kryetarin e parlamentës që mos të vonojnë shumë në formimin e delegacionit që të jenë anëtarë të Këshillit të Evropës, mundësisht mendonin nga ata të vjetët që kanë pak përvojë që të ecim sa më parë në drejtim. Natyrisht me ftesë që të krijojnë sa më parë dhe grupin e parlamentarë të miqësisë, sepse ne kemi një grup parlamentarë të miqësisë, po ashtu që të vazhdojmë bashkëpunimin me Kosovën. Atë më drejtë pa marrë parasysh disa diskutime që kemi pas mundësi të dëgjojmë të raporteve të disa strukturave politike me Kosovën në praktik. Ne vazhdojmë të kemi bashkëpunimin e njëjtë, ndoshta në disa elemente edhe më të mirë se më parë. Vetë fakti se ne në këtë shumicë pa kurfar problemi kemi emëruar ambasadorin shqiptar në Kosovë ka dëshmuar se kjo shumicë nuk bën diçka që nuk është në favor të një bashkëpunimi të mirë. Por me qenë se lidhet gjithçka me festën, duhet të them se ishte kënaqësi që isha pardje atje përpos takimeve që i kishim, ishte me rëndësi të takosh njerëzit të cilët në një farë mënyrë vetë afrohen me një shenjë respektit të madh për angazhimin tonë, për qëndrimin tonë, për prezencën aty, gjithë duke ja kthyer se është nder të jemi në një manifestim të tillë dhe duke potencuar një fjali të parë që e kam thënë pardje se në moshën 18 vjeçare arritet pjekuria. Shpresoj se Kosova ka arritur atë pjekurinë e duhur dhe nga ky vit e tutje të vazhdojë të jetë ndër shtetet më stabile, me një ekonomi të mirë që mund ta ketë dhe natyrisht me raporte të mira në mes të liderëve politik, pa marrë parasysh janë pushtet apo opozit. Ne duhet të dimë se ata që merren në politikë nga një herë edhe nga opozita mund të kontribuojnë të ndihmojnë më tepër ndoshta se ata që janë në pushtet. Por duhet të respektohet vullneti i popullit dhe që ka shumicën të bëjë sa më mirë për gjeneratat që vinë. Dhe ky mendoj se do të jetë motivi kryesor i gjithë atyre që merren në politikë. Po marrëdhëniet mes Malit të Zi dhe Kosovës si vlerësoni ato aktuale të thotë? Pa ka shumë e theka, por nga fakti se ne quam një ambasador, nga fakti se unë isha mbikëqyrës i zgjedhjeve së bashku me Komisionin Evropian që për cilët zgjedhjet kudo në botë. Fakti se me ambasadoren i kemi relatat e shkëlqyeshme dhe e kisha musafire sa herë këtu. Fakti se dita e pavarësisë së Kosovës festohet në Hotel Hilton, aty ku janë prezent pothuajse përfaqësues të gjitha subjekteve politike, dëshmon se marrëdhëniet do të jenë gjithnjësi në mes të dy shteteve që pretendojnë të jenë në Evropë së bashku dhe ndoshta të potencuar nga fakti se në këtë shtet jeton
një 5% e popullatës, që është tetë mirënjohëse për atë që ka bërë Kosova, është tepër e dhënë pas të gjitha asaj që ka do të ishte kërkesë e Kosovës. Dhe ajo pjesë sot është pjesë e kësaj qeverie, e kësaj shumicë, dhe unë të them të drejtën, vetëm një herë kam pas një rast, një nga deputetët ta thonë në fjalimin e vet, ashtu quajtura Kosovë, dhe pas reagimit tim nuk e ka marrë ma fjalën, dhe në korridor më ka kërkuar falje që e ka thënë një gjë të tillë. Pra, në një farë mënyrë unë e kuptoj se shumë nga ata që merren në politikë duhet të ruajnë ndoshta masën kritike votuese, e cila është do njerëz që e përjetojnë ndryshe, sepse sikurse e përjeton Serbia për shembull ndryshe. Por është me rëndësi të dihet se nuk janë shumicë dhe është me rëndësi të dihet se ata vetë ndjejnë nevojë që në farë mënyrë të ruajnë shumicën ku janë edhe shqiptarët. Sepse ajo është një derë e sigurt për të ardhmen, dhe t'ju them të drejtën, pa marrë parasysh raporteve nga e kaluara, diqysh raportet njerëzore kanë provuar të ruhen, prandaj edhe kur është shkatror Jugoslavia, ku gjithu kem pas luftë, në Maltezi nuk kem pas. Ne e kthen me një flitorin Shqiponjët, me një rast i pushtet që mban vetin ma për Evropianin, që në fakt filluar nga flitorimi i Shqiponjës se këndej ka pas rënje. Se edhe botërorët kanë kuptuar se nuk mundet në një mënyrë të tillë të ruhet bashkëjetesa me ata që të kanë ndihmuar të bësh shtetin. Pra, e gjithë kjo bjen deri që raportet me Kosovën veç do të jenë në përmirësim, kam fituar jo kërkesat e hapta, po shprehje dëshirët nga kryeparlamentari, nga kryetari i Prishtinës që të bëjmë një diçka që të sigurojmë së shpejti një takim ndoshta me kryetarin e kryeqytetit tonë, pra me kryeqytet, kryeparlamentari natyrisht që shohin që me grupin e miqësisë, sikur se quhet, po ashtu të bashkëpunojnë edhe dy parlamentet, dhe natyrisht, sidomos Ministria e Kulturës dhe Ministria e Arsimit, do të vazhdojnë bashkëpunim të nevojshëm, se kemi kulturë të përbashkët, kemi studentë të përbashkët, kemi nevojnë, pra ne i shpojmë të përbashkët se studentët, unë pata një takim në grupin e studentëve që i kemi atje, që ishte një takim mjaft interesant për mua dhe për ta, dhe bëm një kërkesë që të formojnë një shoqat studentëve atje që të kemë mundësi ndoshta të ndikojmë, dhe mënyra më e mirë për të ndikuar tani për të ndërrojmë disa ligje të cilat janë të trashëguara që në publik ndoshta dhe kanë në përshtypje se jemi të barabartë, se mësojmë shqip në tu, se mësojmë shqip në ulqin, por megjithatë janë disa pengesat të cilat duhen evituar sidomos ku është në pyetje shfrytëzimi i literaturës dhe adaptimi, përkthimi ta qymë se duash i diplomave të marrura jashtë. Unë e di se Ministria ka bërë një aktivitet, përsi ju ktheva atje të çështja e shkollave, ka bërë një aktivitet me ligjin kalues për të mbrojtur institucionet nga ata që falsifikojnë diploma. Kemi pasur të kaluar njerëz që kanë përgjegjë për diploma falso, dhe unë mendoj se ne duhet të ruhemi që nëse ka të tillë ta dinë se i presin pasojat. Por jo të jenë përgjegjës se për shkak të dyshimeve se mund të ketë diplomë të papërshtatshme dikush të humbin mundësinë e që ka 100% të sigurt. Pra këtu duhet që në mënyrë ligjore ta zgjellim, dhe mendoj se bashkëpunimi i Ministrisë së Kulturës dhe Ministrive të Arsimit do të jap kontributin, dhe unë për të lidhur me pyetjen konkrete, kam parë një disponim të bashkëpunimit në mes të ministrive edhe të Maltezi edhe të Kosovës, që është dëshmi të çumjes përpara të bashkëpunimit mes dy shteteve. A mendoni se rajoni po shkon drejt stabilitetit më të madh politik? Unë e kam thënë dhe sot ke diçka që diskutuam me ambasadorën franceze që për fatin e mirë të asaj që kam thënë unë, në farë po thuaj përsëriti se Mali i Zi të bëhet pjesë e Evropës është interes edhe i Evropës. Unë vetëm e shtova se të njëjtin interes do ta kemi edhe me antarësimin e Shqipërisë, që ta lidhim Evropën me jugun e Greqisë, me Greqinë jugore, që është një interes madhështor për Evropën dhe për NATO-n. Natyrisht se aty jemi që të ndihmojmë të përkrahim që në Evropë të integrohen edhe Serbia, Kosova, edhe Bosnia, se të kemi integrimin e krejt Ballkanit për lëvizje të lira dhe për mbyllje të disa aspiratave që mund të kenë sidomos serbët, edhe në raport me Bosnjën, në raport me Kosovën. Dhe unë mendoj se gjitha këto që është ka i banë Evropa, në qoftë se nuk ndodh në diçka që ditë për ditë lexojmë për mundësitë e krizave të ndryshme, por mendoj se njerëzimi do të ketë fat që të ruhet për atyre krizave të ndryshme,
se për ndryshe jam mësë i bindur se e ardhmja është me mirë. Se një farë mënyret, për pos atyne interesave që për cilat folat një kombit të qinj, po thuj se gjithë popujt janë në gopë me një të kaluar të raporteve të këqia me zvetet. Dhe se raportet e mira në mes kombeve është ardhmja me sigurt. Sot në bisedë me franqezët dhe këtu ta kisha mbyllë ndoshta për lidhjen këtë pyetje, është se i thash se të qenurit të ndryshëm, kur jetojnë së bashku të ndryshmit, ata që dallojnë në vetë është një begati, sikur se ke një livall që don që të jenë lulet e të gjitha ngjyrave. Dhe vërtet me kënaqësi priti ambasadorin në shembull të tillë se lulet në ngjyre s'do të tërhiqin kur syt për diçka për të mirë. Kështu edhe njerëzit pra janë të ndryshëm, dikun nga aspekti kombëtar, dikun nga aspekti fetar, dikun nga aspekti i ngjyrës, por kjo nuk duhet të jetë faktor për t'i larguar njerëzit. Kjo duhet të jetë faktor për t'i afruar njerëzit. Edhe sa më tepër që bisedojmë me profesorët e huaj, e përballë tyre edhe me tonët, kjo shkon në favor të zgjedhjes më të mirë të raporteve në mes atyre që dallojnë. Dhe për fund, nëse keni diçka tjetër për të shtuar për vizionin tuaj për të ardhmen e shqiptarëve në Maltësi. Unë vazhdova një herë t'ju falenderoj, t'ju përshëndes dhe të përshëndes të gjithë shikuesit që do të kenë rast edhe këtu dhe në diasporë dhe të përcjellim mesazhin se mundohem që të bëj çmosën që shqiptarët të jenë sa më unik në këtë drejtim, që të kemi një përfaqësim sa më unik, se nëse ne jemi unik nuk mbetet gjë pa u zgjedhur. Nëse ne duam të shikojmë vetë interesat personale apo grupore, apo dhe rajonale, kam frikë se mbetemi larg zgjedhjes së shumë çështjeve. Bashkimi ndër shqiptar, njëherë mes nesh jemi në Maltëzi, e pastaj në Evropë të gjithë shqiptarëve është diçka që do të bëjmë çmos që të kontribuojmë në atë drejtim. Unë personalisht vërtet të ta kursej veten këtë drejtim, jam munduar që të mos e kursej as të kaluarën duke bashkëpunuar që nga subjekti i parë politik shqiptar, themeluar me 9 shtator 1990, qoftë me këto që kanë qenë nevojë më tepër të Tuzit dhe Malësisë kur kemi fituar komunën, se për ndryshe besoj se do kishte pasur së lëvizjesh, por në moment Tuzi ka lypur, ka kërkuar unifikimin e partive shqiptare, që është bërë, që them drejtë ndoshta jo pa sakrifica për momentin, por shpresoj se do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Atëherë më mbetet ju falenderoj një herë për mikpritjen dhe për këtë bisedë të hapur. Ju urojmë shumë suksese në punën tuaj të mëtejshme. Faleminderit edhe ju. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen. Në pafshim në emisione tjera.